as sulme të drejt për drejta nga një ushtri të cilat mendojnë, kanë menduar në të kaluarën ta fusin në tundrën e sojna. Tani më Kosova është e siguruar nga vetë Amerika. Dhe po ashtu çdo ditë kemi forcime, duke bler armatime të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe marrëdhëniet, çështjet e sigurisë, unë mendoj që luajnë një rol kyç në marrëdhëniet e dy shteteve. Ky mandat, si mendoni që do vazhdoj me 3 vitet e mbetura të Trumpit? Do kërkohet me ngul nga BE-ja, por edhe nga SBA-ja çështja e asociacionit, dialogu me Serbinë. Bashkësia e Komunave Serbe edhe mund të krijohet, por nuk besoj që do të krijohet, siç ju kam thonë edhe më herët, kemi pas edhe me opinionista të tjerë dhe analistat e tjerë që do të krijohet, nuk ka mundësi të mos krijohet, do të bëjnë trysnik të krijohet dhe prap Kurti nuk e krijoi dhe nuk lëshoi pe. Dhe mendoj që edhe po të krijohet, do të krijohet në një stand tjetër politik, jo me atë që deri me tani kemi pas. Është bën një dobësim në marrëveshjen e Ohurit, po ajo marrëveshje tani më është inekzistente, për shkak se nuk është bërë asgjë nga qeveria e Serbisë për të miratuar atë marrëveshje. Dhe kështu që tani më besoj që do të kemi një Dayton të ri në Amerikë, dhe aty do t'i thohet troq edhe Vučićit edhe shtetit Serbisë që Kosova është në mbrojtjen amerikane. Ju mendoni që Trumpi do të rrasë edhe Kurtin edhe Vučićin në Washington? Unë mendoj që po, dhe do t'ja bën me dije që nga aty ta pranoj Vučići Shtetin e Republikës të Kosovës dhe të kemi një marrëveshje të cilën marrëveshje për njohje të reciproke edhe të Serbisë edhe të Kosovës anasjelltas, dhe po ashtu të bashkëpunojnë për ata të cilët që është më rëndësi që kanë kryer krimin në Republikën e Kosovës dhe të ndjeken penalisht, të gjykohen, sepse realisht në Kosovë është bërë gjenocid me krimet të cilët ka bërë ushtria dhe policia serbe. Po në rast që ndonjë krim ka bërë ndonjë pjesëtar i ushtrisë shtetërore të Kosovës ndaj popullatës serbe, mund të gjykohet, por deri me tani personalisht sa di unë si njohësi çështjet e sigurisë dhe si pjesë që kam qenë gjatë kohës luftës në Kosovë, unë mendoj që nuk është bërë krime ndaj popullatës civile dhe as ndaj atyre të cilët i dorëzuar. Krim nuk mund të quajnë për vrasjen për shembull të një ushtaroke apo polici serb kur ka armën në dorë dhe të drejton. Ajo nuk mund të quhet krim, ajo është vendmbrojtje. Por krimet të cilët ka bërë shteti i Serbisë me ushtrinë dhe policinë serbe është diçka krejt tjetër gjatë vitin 97, 98, 99. Dhe për këtë, unë mendoj që zotri Kurti dhe bisedon edhe me presidentin Trump dhe të bëhet me dije që këto krime duhet gjykohen dhe patjetër duhet cilën të akuzuarit para drejtësisë dhe me pastaj drejtësia në vlerëson se sa të jepet dënimi. Por prap ju them me sinqeritetin më të madh, më vjen keq nga opozita për shkak se atë që kisha paralajmëruar një kohë në misionin e juaj, ajo ndodhi, 13% që të cilën i thash për LDK-n ka qenë, është realisht tani më e kemi publik, dhe po ashtu 19-21% për PDK-n, edhe ajo është arritur. PDK-ja nuk ka humbur gjë, realisht, por LDK-ja ka humbur shumë, ka humbur atë të cilën zotri Kurti ja ka zgjatur dorën e pajtimit, ja ka zgjatur dorën e mundësisë që kjo parti mos degradon deri në këtë mos, sepse ka respektuar ish presidentin Rugova.
Dhe këtë e ka keqpërdorur Lumir Abdigjiku, kryetari i saj dhe kryesia, të cilën e përbën Lidhjen Demokratike të Kosovës, e që mendoj sot dhe duhej zotri Abdigjiku dhe ajo kryesi komplet, të cilën është me përbërje me të shkojnë në shtëpi dhe të po ashtu në rast që kanë fituar për deputet, të japin ndërheqje dhe të mos mirën me LDK për shkak se e kanë degraduar jashtëmose edhe e kanë degraduar edhe qytetarin për shkak se zotri Kurti ja u ka jap mundësinë 2 herë që kjo parti mos shkoj deri në këta numër. Por nga ana tjetër Limajt i kushtoi jo vetëm koalicioni me Haradinaj, po edhe ato luhatjet dhe gatishmëria për koalicion